Mirë, faleminderit. Pra, në qëndroni ides që i është në munges, po është në arsye objektive. E kuptova. Mirë, kam një pyetje tjetër. Ju thatë që ju në fakt keni marrë njoftim për këtë mbledhjen e Këshillit Bashkiak, por e kontestoni Këshillin në kuptimin e procesit, të mënyrës se si është mbledhur, të mënyrës se si është proceduar, të faktit që ju nuk ju është ndjeni agenda, programi pra mbledhjes e tjera. Në momentin që erdhën ndjeni që do kishte një mbledhje, dhe sigurisht që në media ishte thënë edhe mundësia e shkarkimit tuaj. A tentuat ju teritoria e burgjeve që të kërkoni leje për të marrë pjesë në këtë mbledhje? Keni bërë ju një veprim ose avokatët tuaj në lidhje me këtë çështje? Nga anë e kryetarit bashkisë, pasi është vënë në dieni për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, është drejtuar me shkresë drejtorisë përgjithshme të burgjeve dhe i ka kërkuar informacion. Që keni ndonjë kërkesë nga ana e Këshillit Bashkiak që unë, Erion Velia, kryetari i bashkisë, të pritëm dhe të dëgjohem në mbledhjen e Këshillit, dhe nga ana e kështu është bërë të prokurorisë së posaçme e njëjta kërkesë, nëse do jepë miratimin apo jo, dhe nga ana e drejtorisë përgjithshme të burgjeve është shkruar përgjigje që nuk kanë asnjë kërkesë nga ana e Këshillit Bashkiak në lidhje me njoftimin e zotit Erion Velia për mbledhjen e Këshillit. Dhe për ta plotësuar, e nderuar zonja kryetare, në fakt nuk më kanë njoftuar ata mua, kam njoftuar unë ata, pasi e pash media. Dhe përgjigja cinike, a thua se nuk dihet kush kryetari i bashkisë, po munde eja, po s'munde na çoni një letër, unë them që është fyse. Dhe cinizmi nuk është ndaj meje personalisht. Ky është një cinizëm ndaj ligjit dhe nga një person që në fakt s'është fare personi që duhet ta merrte këtë vendim. Duhet votojnë këshill. Do ftohet kryetari i bashkisë, siç u mblodhet ju dhe vendoset për këtë. Kështu që në këtë sens, kjo është përgjigja shtëruese. Ajo që po synoj me pyetjen time është verifikimi i veprimeve që keni bërë ju. Jo verifikimi i procedurës së ndjekur nga organi. Pra, ju vini në dieni, ju keni avokat. Në paktën në prokurën që është paraqitur në gjykimin kushtetues, prokura daton që nga koha kur ka ndodhur arestimi. Pra, është një prokurë që qëndron aty. A bët ju në një përpjekje përveç kërkesës për informacion në drejtoria e burgjeve, ju apo avokatës, tash le të themi që përfaqësimi me avokat lejon prezencë, është një formë prezence. Pra jo vetë in person, në person, po me anë të përfaqësuesit. A janë bërë veprime të tjera nga përfaqësuesi apo nga ju për të kërkuar patjetër pjesëmarrjen tuaj, dua të verifikoj veprimet tuaja, përveç atë që juve sapo e përmendët. Po, nderuar kryetare, nga ana jonë edhe më përpara, për ngjarje të tjera, është bërë kërkesë edhe drejtorisë përgjithshme të burgjeve, edhe prokurorisë posaçme për një leje të veçantë për shembull për kryetarin e bashkisë për arsye familjare. Një rast për shembull ka qenë që unë ta them në shoqërinë i djalit të tij në klasë parë në parë shkollës. Nga ana e prokurorisë posaçme më bërë me dije që leja refuzohet, së bashku edhe nga drejtoria përgjithshme e burgjeve, sepse nuk lejohen raste të tilla, sepse ligji parashikon raste të lejohet një leje veçantë. Dhe për këtë arsye ne jemi drejtuar Këshillit Bashkiak të marrin pjesë. Ishte vetë Këshilli Bashkiak një institucion shtetëror që drejtoheshe prokurorisë posaçme dhe drejtorisë përgjithshme të burgjeve për lejimin e zotit Veliaj në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Sepse ne ishim të bindur që nëse nga zoti Veliaj do bëj kjo kërkesë, atëherë do merrim të njëjtën përgjigje nga drejtoria përgjithshme e burgjeve, mbas ligjit. Po, pyetja ime në vazhdim është, çfarë ju pengoi juve si avokat? Pra, e kuptuam që ju thoni që në kuadër të parashikueshmërisë nuk mendonim që do kishim pasur sukses për të drejtohen drejtorisë burgjeve, pra po mundohem të manipuloj, të punoj me fjalët që juve thatë. Çfarë ju pengoi juve, avokati me prokuror, për të qenë prezent, për të bërë, për të parashtruar gjithë elementet që juve sapo i thatë këtu? Siç e tha nderuar kryetari, siç e tha zoti Veliaj, pra, është ka qenë vetë ftesa e zotit Veliaj që të paraqitet atje, dhe jo ftesë që i ka ardhur nga Këshilli Bashkiak. Dhe në asnjë moment, pra përveç kohës së shkurtër që ishte në dispozicion, një ditë a 2 ditë, ne nuk mund të drejtoheshim drejtorisë përgjithshme të burgjeve vetë nga Përsi juve si përfaqësues, bazuar në prokurën e cila pothuajse liston dhe shtron të gjitha veprimet procedurale, nuk shkua dhe nuk u paraqitët në emër të zotit Veliaj duke parashikuar. Po, faleminderit kryetari, sepse mendimin tim që nuk do ishte një mbrojtje reale e një mandatit kushtetues të zotit Veliaj. Sepse zoti Veliaj do të ishte vetë i pranishëm
për të shprehur të gjithë observacionet që thotë Këshilli Bashkiak dhe për të thënë pse nuk ka qenë prezent në kësaj kohe. Pra, për mendimin tim është një drejtë e tij kushtetuesit ta ushtronte në një mënyrë të drejtë për drejtë. Nëse shkonte një nga mbrojtësit, atëherë do ishte një proces, sa për të thënë me gjuhë popullore përsëri përfaqe që zoti Velia e dhuroi të drejtën e gjykimit para Këshillit Bashkiak. Dhe përsëri për ta mbyllur këtë çështje. Në kuptimin ju ngritët pretendime në lidhje me veset e procedurës. Pra procedura thoni që ndoq nga Këshilli Bashkiak, përveç pjesës tjetër që patjetër mbetet një e drejtë, mënyra se si çdo kush nga ne mbron veten është një gjë pothuaj origjinale. Por në kuptimin e veseve të procedurës, nuk e kishte të mundur avokati ta bënte këtë gjë? Po. Pretendimet lidhen me procesin, me procedurën. Po që në fillim të këtij procesi dhe në momentin e vënë në dieni, pra ky proces fillon dhe thërritja mbledhjes e Këshillit Bashkiak, pasi vënë dieni fillon në vijim të mbledhjes së asamblesë së Partisë Socialiste. Pra në këtë pjesë ky proces është pothuajse tërësisht politik, ashtu siç është argumentimi tashmë që kemi vënë dieni të relacionit të Këshillit Bashkiak, dhe më mirë se zoti Veliaj në një proces politik, kryetari i Bashkisë së Tiranës nuk ka bënë dot sepse nuk kemi proces ligjor në këtë moment. Nga vendimi i Këshillit Bashkiak është një vendim tërësisht politik. Ashtu dhe relacioni përkatës. Faleminderit. Pyetja e fundit që kanë, po,